përshëndetje të dyve. Përshëndetje, Ola. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë këtu kemi të deleguarin politik të qarkut Berat, zotin Ervin Demo, i shkretarin e bashkisë në Berat, dhe i cili ka ndjekur të gjithë procesin. Zoti Demo, si paraqitet sipas jush situata deri në këtë moment që jemi drejt përfundimit? Në fakt situata është ajo çfarë karakterizon dhe Beratin, vazhdon të jetë e qetë. Në fakt ka qenë një proces edhe gjatë votimit ka qenë një proces le themi që garantonte kushtet e domosdoshme për qytetarët për të shprehur vullnetin e tyre. Tashmë ne jemi prej 24 orësh në proces numërimi pothuajse dhe besoj që deri në orët e para ditës nesërme gjithë kutitë e qarkut duhet të jenë përfunduar. Unë në fakt do doja të shfrytëzoj rastin për të falendëruar të gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e menaxhimit të procesit zgjedhor, anëtarët e GZAZ-ve, komisionerët, numërusët, vëzhguesët, pavarësisht në një gjëje që është normale që janë ato emocionet e garës ose numërimit, situata është e qetë dhe besoj që ne jemi këtu për të garantuar që të numërojmë ashtu siç duhet vullnetin e qytetarëve të Beratit ose qarkut Berat tërësi. Ola, kemi në një pyetje për zotin Demo nga studio? Ola? Po, më dëgjoni? Po. Ky rezultat kemi në një pyetje për zotin? Po, kam një pyetje. Ky rezultat që ka arritur të përftoj Partia Socialiste deri në këto momente në rang vendit 83 mandate, çfarë do me thënie ka për zotin Demo? Partia Socialiste në 83 mandate në gjithë Shqipërinë. Në një kohë kur kërkohet mandati 4 qeverisës. Ndërkohë që kërkohet mandati 4 qeverisës. Në fakt është një tregues i qartë i asaj çfarë normalisht ishte edhe substanca e fushatës. E gjithë fushata e Partisë Socialiste, jo vetëm qarku Berat, por në gjithë Shqipërinë, ishte një fushatë e cila ishte fokusuar tek qytetari, sidomos atë çfarë bënin kandidatët çdo ditë. Ishte fokusuar tek marrëdhënia me qytetarët, patjetër evidentimi i problemeve, por patjetër edhe duke i dhënë një perspektivë të qartë zhvillimi zonave të caktuara, nëse flasim për qarkun e Beratit, ne kemi fatin që jemi në një bashki e cila është transformuar totalisht vitet e fundit, por patjetër ky transformim të jenë transformim që prek edhe gjithë qarkun. Kuptohet që pozitiviteti në fushat për mua, unë fakt kjo është fushata 4 që jam i përfshirë në qarkun e Beratit. Besoj që fushatat pozitive janë ato të cilat fakt e bëjnë edhe votuesin potenciale bëjnë shumë herë më lehtë të afrueshëm se sa fushatat negative. Ne kemi qenë dëshmitarë në fakt qark, unë nuk merrem me kundërshtarët në asnjë moment, por kemi qenë dëshmitarë të një fushate negative që është tentuar të zhvillohet edhe në qarkun e Beratit. Gjithsesi, ajo çfarë është e rëndësishme është që në fund flasin qytetarët. Ne kemi mbaruar pjesën tonë të folurit në thonjza gjatë fushatës, sepse ky është roli i çdo kandidati dhe në fakt 9 kandidatët e Partisë Socialiste, të cilët kanë qenë të shpërndarë në gjithë territorin e qarkut Berat, kanë folur gjatë gjithë kohës me qytetarët dhe për qytetarët. Dhe besoj që kjo është dhe fryt rezultati është dhe fryt i gjithë punës që është bërë në qarkun e Beratit. Rezultati në fakt në nivel kombëtar është një rezultat tmerrsisht pozitiv, por që unë besoj që lidhet edhe me rekordet patjetër që kanë të bëjnë sidomos në përmirësimin e zonave në qarqe të caktuara, por mbi të gjitha edhe për perspektivën europiane që patjetër Partia Socialiste në një lloj mënyre e nxori në fokus të vetë fushatës, duke dhënë tone tej mase pozitive për gjithë qytetarët dhe gjithë votuesit. Faleminderit zoti Demo. Faleminderit. Ola. Faleminderit Enida, faleminderit zoti Demo. Faleminderit. Faleminderit. Kemi të flasim për një përditje. Do të lidhemi sërish më vonë, do të shkoj tani live me Fierin me kolegen Klodiana Lala, ju thash që në KZAZ numër 60 do të riniste procesi numërimit votave në orën 16.